26 maj. Forcë për të pritur me durim. Duke u forcuar me çdo fuqi pas pushtetit të lavdisë së tij, për çdo ngul me durim me gëzim. Kolosianëve 1:11. Forcuar është fjala e duhur. Apostulli Palu lut për kishën në Kolos që ata të mund të ishin duke u forcuar me çdo fuqi pas pushtetit të lavdisë së tij, për çdo ngulm e durim. Kolosianëve 1:11. Durimi është prova e një force të brendshme. Njerëzit e paduruar janë të dobët dhe përpasoj varen nga mbështetjet e jashtme. Gjëra si oraret që funksionojnë ashtu si duhet dhe rrethanat që i forcojnë zemrat e tyre të dobta. Shpërthimet e betimeve dhe kërcënimeve të tyre, bashkë me kritikat e ashpra të fajtorëve që u aprishën planet, nuk tingëllojnë si të dobta. Sidoqoftë, e gjitha ajo zhurmë është një maskim i dobësisë. Durimi kërkon një forcë të brendshme dhe të jashtëzakonshme. Për të krishterin, kjo forcë vjen nga Perëndia. Kjo është arsyeja pse Pali po lutet për kolosianët. Ai po i kërkon Perëndisë që t'i fuqizojë për durimin që kërkon jeta e krishterë. Por kur ai thotë që forca e durimit është pas pushtetit të lavdisë së tij, Perëndisë, ai nuk po thotë thjesht që kërkohet fuqi hyjnore për ta bërë dikë të duruar. Po ai po thotë se besimi në këtë pushtet të lavdisë është kanali përmes të cilit vjen fuqia e durimit. Durimi është me të vërtet një fryt i frymës së shenjtë, Galatasve 5:22, por fryma e shenjtë fuqizon me gjithë frytin e tij përmes të dëgjuarit të besimit, Galatasve 3:5. Prandaj, Pali është duke u lutur që Perëndia të na lidh me pushtetin e lavdishëm që fuqizon durimin. Dhe kjo lidhje është besimi.